ende s'kemi mbrri atje. Ju siç e dini kemi pasur vetëm një takim. Dhe na takim që janë folur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqën jo kaq ministri nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku një palë e teston një ide. Po nëse ka dashur me testu, është ide e dështuar. Jo, mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt në DDK, se DDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetë. Për çështje tjera, ne nuk kemi folur. Lejoni që tani prej sonte e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë lëshme për DDK. Nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti, unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe DDK është e hapur diskutoj tutje për institucionet. Nuk kemi mërri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni me kuptim me kohë kur të mërri ju njoftojmë për gjithë, apo ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçshëm, është me çështje parimore, fillimisht parimi i individual. Na drejtimi me ende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të ketë gjitha apo jo. Por në kanë bindit janë që ata një parti s'mund të ketë. Jo. Unë s'kam fjalë të këqija për s'kam këtyre. I uroj punë të mbarë në komunat e tyre, duhet të kthehen të zhvillojnë komunat e tyre. Si kryetar Degësh shpresoj të angazhojmë sa më të madh në rritjen e LDK-s, por jo, hakmarrje s'kam në askënd, vazhdoj me besu se iniciativa ka qenë e pavend, e pa kohë, jo në përputhje me pritjet e popullit të Kosovës, edhe në kundërshtim me gjithë vullnetin e antarësisë së LDK-s. Unë s'kam pas asgjë tjetër përveç bindjeve të mia. Nëse këto janë bindjet edhe të elektoratit të LDK-s, atëherë këta zyrtar senior të LDK-s bëjnë mirë të respektojnë përfundimisht, të lënë LDK-n të marrë frym një herë, ta mbështesjen e formën, por në këtë fazë ju uroj punë të mbarë në komunat e tyre, aty ku kanë punën kryesore, sepse qytetarët kanë nevojë për punë konkrete në këtë vazhdim. E para punës mirë që më kujtove se nesër është takimi në orën 9, besoj janë do të delegojmë dikën sepse s'kemi deleguar asnjë. Që son të delegojmë dikën për takimin nesër në kuvendin. Është me kryetarët e partive. Gjitha partitë të ndakorduar të marrin pjesë në kryetarit. Është takim teknik, nuk është politik. Edhe pak a shumë e kemi dakorduar që të marrin pjesë në kryetar. Nuk ka çështje të disrespektit institucional, është dakordim brenda partive. Për çështjen e reformës, reforma shoqërore nuk është përjashtuese, është zgjeruese për LDK. Natyrisht ata që nuk kanë bindje në këtë rrugë të LDK-s, ata s'mund të vazhdojnë të kritikojnë, atakojnë, e sulmojnë LDK-n çdo natë mundshme gjithandaj. Kjo praktikë duhet të ndërpritet sepse s'ekziston asnjë parti tjetër. Nëse dikush s'don me qenë me këtë bindje, me këtë vizion, rregull është, vazhdon tuti jetën e tij. Por para që e bën vlogën sistemën e LDK-s në zemrën e pasimit publik, nëse janë dalë thjesht, atë do të ketë përgjegjësi për fjalën që thotë. Sepse dëmi po bëhet i madh. Dëmi po bëhet i madh dhe më pas po na duhet një parti jeton, shoqëron një parti jeton. Prej 31 janarit këtu diskutimi apo në shkrimin e kuvendit të jashtëzakonshëm të mirëmi të harxojmë energji për të ardhur te pika 1. Por dëmi është bërë. Prandaj reforma kërkon bindje vlerore, jo individuale. Nuk ka hakmarrje ndaj askujt, por duhet ta kuptoni se rruga bëhet me ata që besojnë. Ata që besojnë s'mund ta bësh rrugën, s'mund ta bësh asnjëherë. E bën një hap, më pas kur thojnë e bën dy kapa. Është më pas problematike për vetë shtëpinë tonë. Me ju tregu për besë, më pas pala tjetër. Po tani është kjo pjesë e strategjisë diskutuese mes palave. Marrëveshje e njëjtë të dhjetorit nuk është marrëveshje e mirë. Marrëveshja e mirë nuk kupton që të ketë balancë institucionale mes palave që duhet të jenë pjesë e këtij diskutimi. E rëndësishme është të shmangim zgjedhjet, se këtë kam përshtypjen se gjithë këto zëra që kërkojnë zgjedhje një herë janë në diskrepancë të rëndë me vullnetin e shtetërorëve të Kosovës. Populli i Kosovës nuk don më zgjedhje të reja. Don stabilitet institucional, politika konkrete dhe orientim qartë euroatlantik. Për çka LDK është garant në këtë drejtim. Nëse nuk kam e pas, do t'i bëj publike para jush. Do të them kaq vota ka LDK-ja dhe këta një tjerë dëshirojnë zgjedhje të reja, por pas e të marrin përgjegjësinë në vend të cilës
them është në kuvendin e LDK-s, dha deklarata qartë, deputetët me gjithë përvojën që kanë, sjelljen institucionale që kanë, rreth ta respektojnë partinë e vet. Më qartë se kaq s'mund bëhet. Unë vërtet jam edhe i lodhur me kuvende. Është kuvendi 4 në 5 vite mandat. Ju kush u tha pse s'po vendosni kuti të hyrja e LDK-s, sa është vjen dikush ka një votë të qetë. Po tash duhet stabilitet. Duhet qetësi dhe unitet rreth shumicës. Kështu funksionon LDK. Po të kishte qenë rezultati ndryshe sonte, ne të tjerë siç kanë deklaruar do ta respektonin tërsi. Por përçarja publike e këtyre diskutimeve i ka dëshpëruar qytetarët tanë dhe mbështetësit e lidhjes demokratike të Kosovës. E fundit. Ju e keni lajmin e ofertës i pasat. Nështë të ka ditë ma shumë se në. Duhet me pas balans institucional. Çka e garanton ta? Pozita presidentit, gjysma e ministrive, balans në kupton që një parti mos të ketë kontrole të plota të gjitha institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe janë 3 institucione për se të plasë. Në para është kuvendi që në kupton shumica, ju kryetari kuvendit. Kryetari është funksion ceremonial më tepër. Është paravajtë si seanca, po s'ka fuqi, ka një votë kryetari. Pra kuvendi ka një shumicë, ajo shumicë pak a shumë është e përcaktuar me zgjedhjet rezultatin e shtatërorë që ka partisë së parë. Janë 2 institucione tjera pashtrënësishme. Pra nëse një parti e ka kuvendin, ajo s'mund ta ketë edhe presidentin, edhe kryeministin. Pra dhe qeveri, edhe presidentin e kuvendit. Jam interesuar se një zgjidhje, jam interesuar të diskutojmë. Po për këtë interes duhet 2 palë. Prej takimit parë kam qenë më optimist se sa herave të kaluara. Por tani më lejoni që nëse ka vullnet për gjitha palëve, të ulemi të flasim, të shohim tuti se si duket balanca institucionale. Ne kemi folur se si duket kjo balancë, ende jemi të definimi parimeve, pra ende s'kemi arrit momenti që definojmë parimet se si duket balanca, atëherë flasim për pozicione për çfarë ju vetë vërtet keni shumë interes. Kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës, sepse ai emër është i rëndësishëm. Dhe më pas do të flasim kush do të thesh me fushat programore. Pra temat e rëndësishme që kemi, çka bëjmë me integrimin e Euratlantike, çka bëjmë me zhvillimin, çka bëjmë me luftën kundër korrupsionit, çka bëjmë me kapjen e institucioneve, çka bëjmë me stabilitetin institucional, çka bëjmë me gjykatën kushtetuese që si ka 2 gjyqtarë gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tema për cilat duhet diskutojmë 2 palë, kohën e kemi të shkurtër, pra kemi më pak se një javë derisa duhet konstituohet kuvendi, më pas kemi 30 ditë derisa duhet konstituohet qeveria, e më pas kemi 30 ditë tjera derisa duhet zgjedhur presidenti. Nëse do shtojmë për 60 ditë të ardhshme, atëherë kemi fatkeqësi të mëdha në politikën e Republikës Kosovës. Ju falenderit edhe një herë dhe ju zotërohem se ky do të jetë kuvendi i fundit të LDK-s për një kohë deri në zgjedhjet e ardhshme në vitin 2027. Ju falenderoj shumë. Tamam punën me mojë thashën, ali ku ti je qesëm të zyra aty që kanë dëshirë, edhe tani vetë çdo ditë në votu, po s'mundem çdo ditë nga një kuvend të mojë. Ju falenderoj.